Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Po të Flas. Sot do flasim për skoliozën dhe problemet e të ecërit tek fëmijët, të cilët janë më së të zakonshme në ditët e sotme. Për të trajtuar këtë temë kemi të ftuar fizioterapist Endrit Mone. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Ashtu siç edhe u theksua, është një kënaqësi që jeni sot i ftuar dhe për të trajtuar këtë temë dhe ashtu siç edhe podcasti ynë ka fokus fëmijët, jemi te moshat pediatrike. Çfarë është skolioza dhe moshat më të zakonshme të cilat prek skolioza? Patjetër që duhet të flasim për fëmijët, edhe duhet të folur më shpesh për fëmijët, sepse janë e ardhmja dhe shumica e gjërave është investimi më i madh që mund të bëj çdo prindër dhe çdo komunitet për sa i përket fëmijëve. Duke filluar tani prindërit e rinj kanë filluar ta shohin çik fëmijët më shumë se ç'duhet ose janë më fanatik sepse ky brezi i dhënies së informacionit pa kriter ndonjëherë merr akos më shumë se ç'duhet prindërit. Kështu që ka sens që të bëhen gjithmonë disa sqarime ashtu siç duhet nga profesionistë të fushës. Për sa i përket deformimeve të kolonës. Deformimet e kolonës në 80% e rasteve janë idiopatike, që do thotë pa një shkak real, thjesht ndodhin. Dhe kjo gjë duhet pranuar kështu, deri në momentin që ne mund të kemi fakte të cilat mund të na sjellin të tjera të dhëna. Por shpeshherë shumë herë flasim vetëm për skoliozën, por nuk duhen harruar edhe deformimet e tjera të kolonës, të cilat në bazë të moshës, gjinisë apo strukturave gjenetike të cilat mund të kenë fëmijët, ka dhe diagnoza të tjera të cilat ka sens të kapen në kohën e dur, siç është hiperkifoza torakale, pra krrusja më shumë se ç'duhet, dhe ndonjëherë është kjo të cilët shqetëson më së shumti prindrit, sepse është ana estetike, të cilët ata drejtohen drejt një mjeku apo drejt një fizioterapisti për të marrë më tepër informacion. Dhe gjithashtu është dhe hiperlordoza lumbare, ose më saktë le të themi fëmijët pak më peshë kanë pjesën e harkut ose pjesën e legenit pak të shtuar më përpara. Të cilat të gjitha këto deformime, të cilat janë të treja në varësi të lakimeve të trupit, mund të sjellin probleme edhe në gjymtyrët e poshtme, të cilat bëjnë një çorganizim ose një keqmështetje të shputës, të cilat mund të marrin edhe asimetri në momentin e aktiviteteve dhe rritjeve të tyre, ashtu siç edhe shumica fillojnë edhe vetë korrigjohen me rritjen e trupit. Por gjithmonë ka sens që ne të depistojmë dhe t'i kapim në kohë problematikat. E qartë. Në moment që ju thatë janë idiopatike dhe prindrit fillojnë dhe i shikojnë me lup fëmijët, dhe këto nuk ka një shkak. Atëherë si mund ta kuptoj një prind ose kur duhet një prind të kërkojë ndihmë ose të fillojë të shqetësohet për fëmijën e tij? Atëherë, e drejtë, por duke qenë se fëmijët janë gjithmonë në ndryshim, dhe aktivitetet që ata bëjnë ndryshe nga fëmijët e 10 apo 20 vite më parë janë më të prirur ndaj teknologjisë, qëndrimit ulur, mungesës së dëshirës, mungesës së kreativitetit, duke qenë se ne ja japim çdo lloj gjëje gati dhe nuk i lëm që ata të ecin zbathur, të eksperimentojnë, të formojnë një lojë të cilat ata mund të pëlqejnë edhe me gjëra rrethanore apo të luajnë të bashkëveprojnë me të tjerët, por jemi të prirur ndaj situatave të cilat mund t'ja bëjmë jetesën sa më të thjeshtë. Do të përmend vetëm një fakt për të kuptuar se sa të përkëdhelur mund të jenë fëmijët. Çdo prind që mua më vjen në klinik, unë bëj një kritik ndaj çdo prindi, sepse shoh që 7, 9 vjeç, 10 vjeç, 12 vjeç, 15 vjeç, shoh që prindërit thotë pritet të zhveshur, pritet të lidhur me atletet. Jo, po se shikon në shtëpi i bën vetë gjërat, por po e bëj për shpejtësi këtu. Edhe është çdo ditë e njëjta histori. Kjo është vetëm një gjë të cilën nuk ka lidhje me asgjë, por ajo lidhja e atleteve të cilët unë e kërkoj, them shikoj, herën e dytë të bësh, ka të bëjë me lëvizjen fine, ka të bëjë me pjesën e koordinimit, ka të bëjë me pjesën e përqendrimit. Pra, ka çdo lloj lëvizje që unë shoh te fëmijët, ka të bëjë me ka një arsye pse e kërkoj apo pse duhet ta shohim me atë lup. Ashtu siç edhe prindrit shohin fëmijët e tyre, çfarë lloj gjëje që atyre nuk i pëlqen dhe nisen nga ana estetike. Fatmirësisht ose fatkeqësisht janë të dy anët e medaljes. Shumica e diagnozave që unë përmenda pak më parë nuk kanë dhimbje dhe ne jemi të prirur të shkojmë te mjeku kur kemi dhimbje. Dhe kontrolli rutin të cilët një fëmijë duhet ta shohim, ka sens që të paktën pas moshës 8-9 vjeç, çdo vit
ka sens që fëmia të depistohet, të kontrollohet apo të bëjë një vizitë rutinë për sa i përket problemeve muskuloskeletike. Ashtu siç edhe çdo fëmijë, të cilët poshtë kësaj moshe kanë pasur një lindje të vështirë, kanë pasur problematika në momentin e paslindjes dhe mund të kenë histori familjare. Të tilla problematika mund të hasen edhe pas kësaj moshe, por nëse ne kemi pas një zhvillim deri diku normal, deri në moshën 7-8 vjeç, pas kësaj moshe ka sens që çdo vit të shikohen dhe depistohet të paktën një herë në vit me teste fleksibiliteti, me teste të kolonës, me mënyra të shkelurit dhe mënyra të ecurit për të kapur gjërat në kohë, sepse tek ata zhvillohen asimetri trupore, të cilat nesër mund të përkthehen në deformime skeletike definitive. E qartë, domethënë është mosha 8 vjeçare, por normalisht duke patur parasysh të gjitha ato që ju sapo përmendet. Kjo është mosha të cilat neve duhet të kemi parasysh. Domethënë pas klasës së parë, klasës së dytë, nëse do ta përkthejmë në tillë mënyrë, ka sens që fëmia të shikohet. Ka prej një vit e pak, të cilët nëpër shkolla janë futur edhe depistimet e kolonës, përveç atyre të higjienës orale dhe të okulistikës. Kështu që ka raste të cilët mund të marrin informacion që nga pjesa e shkollës, por nëse duan të bëjnë një vizitë më të detajuar të një specialisti fushës, patjetër që pas moshës 8-9 vjeç edhe po nuk pati asnjë lloj problematike, duhet të shkojmë. Sepse kultura jonë mjekësore neve na thotë që ne këto gjëra i kemi neglizhuar prej kohësh, sepse nëse ne shohim një lloj problematike të dhëmbët, ne i çojmë që moshën 4-5 vjeç. Nëse shohim një problematikë të syrit ose fokusohemi gjatë gjithë kohës që ne fëmia mund të dëgjojë ose mund të shikojë pak me vështirësi, ne i çojmë edhe në mosha shumë të vogla. Apo problematika tjera të cilat nuk më vjen në mendje ti përmend, sepse e tillë ka qenë kultura dhe në tillë mënyrë jemi zhvilluar. Por problemet muskuloskeletike, të cilat sjellin edhe këto gjëra të tjera që ne folëm, patjetër që duhen pasur në vëmendje edhe ato. Është qartë, cila është? Jemi vetëm me janë të një testi. Pas 6 javësh që bëhet testi pjesës koksofemorale dhe asnjë dhe pastaj fëmia varet se si mund të rritet edhe nuk është vëzhguar. Kështu që ka sens që çdo prind mund të bëjë një konsult te ortopedi, te reumatologu, te fizioterapisti i tij besuar, të paktën të marrë një këshill për çfarë do lloj gjëje të cilët mund të marrë një informacion më tepër për sa i përket zhvillimit fizik. E qartë, cilat janë ato mitet më të shpeshta që keni dëgjuar mbi skoliozën? Në përditshmëri dëgjojmë shumë gjëra, por doja që mos të jepnim dhe mos t'i jepnim akoma zë miteve, por duhet të themi disa të vërteta, duhet të qartësojmë. Dhe pastaj në momentin që qartësojmë, gjithsecili mund të zbulojë nëse ka qenë më parë mit apo është diçka e vërtetë. E para punës, deformimet e kolonës, siç thash, janë idiopatike. Janë pa një shkak, dhe po flasim për një masë shumë të madhe që është mbi 80%. Kjo është diagnostikimi. 20% përbëhet nga deformimet e kolonës, pra skolioza, të cilat ka një arsye kongenitale apo sindroma të shoqëruar apo probleme të neurozhvillimit. Pra, është një diagnozë e cila mund të jetë arsyeja pse zhvillohet skolioza. Ndërsa skolioza në vetvete mund të marrë zhvillimin e saj pas moshës 8-9 vjeç, pa ndonjë shkak real, është më e përqendruar te femrat se sa te meshkujt. Te femrat një vit para ardhes së menstruacioneve dhe një vit pas ardhes së menstruacioneve është piku më i madh i zhvillimit dhe aty mund të pësojmë ndryshime. Unë gjithmonë prindërve i them, një fëmijë që ti e ke parë në qershor apo në korrik në plazh ndryshe në dhjetor dhe në janar mund të ketë zhvilluar një asimetri më të dukshme, pra janë fëmijë të cilët ndryshojnë shumë shpejt, si meshkujt ashtu dhe femrat në periudha të ndryshme të kohës. Dhe ka sens që të kapet sa më shpejt. E vetmja e keqe, nëse ne duam të gjejmë një të keqe të kjo problematika, sepse unë do t'i bëj gjithë gjërat pozitive nëse kapen në kohën e dur, e vetmja e keqe në tilla raste është që kemi një afat në trajtimin e saj. Dhe afati është deri në arritjen e pjekurisë kockore. Dhe këtu dalim dhe me mitet, të cilat skoliozën ti mund të dallosh, mund ta trajtosh deri në 16 vjeç, deri 17 vjeç apo deri 18 vjeç. Ka hamendësime nga më të ndryshme, deri 20 vjeç, deri 22 vjeç. Unë çdo vit në klasat ku unë jap mësim, i pyes studentët dhe dëgjoj për ditë shifra të ndryshme si më qenë thjesht numra. Ndërkohë, çdo pjekuri kockore është individuale. Shikohet në grafi për të dalluar nga mjeku specialist,
dhe jep një afat trajtimi. Pra, kemi një afat trajtimi deri kurrë. Prandaj është e rëndësishme që të depistohen dhe të kapen në kohën e dur, sepse ka mënyra zhvillimi të ndryshme që mund të jenë dhe agresive, por patjetër që ne duhet të bëjmë çmos që që kolona mos të ketë atë progresivitetin që ka skolioza, sepse skolioza është një patologji progresive. Dhe meqense më the çfarë mitesh, një gjë duhet ta hedhim poshtë. Skolioza nuk është sëmundje. Nuk është dikush i sëmur që ne duhet ta shërojmë. Skolioza është një gjendje fizike e kolonës. Pik. Dhe gjendja fizike e kolonës, në varësi të sjelljes dhe mënyrës se si ajo zhvillohet, duhet trajtuar me metodat e veta. Fizioterapia specifike. Këto janë trajtimet, si mund të trajtohet? Kemi 3 mënyra trajtimi. Është fizioterapia specifike, pra e cilësoj specifike sepse bëhet vetëm nga fizioterapistët e licencuar, të cilët janë trajnuar për të trajtuar deformimet e kolonës. Ka studime mjaftueshëm, të cilët duhet bindin këdo, edhe fizioterapistët të cilët nuk e kanë aftësinë për të trajtuar deformimet e kolonës, edhe që nuk kanë bërë një trajnim të tillë. Ka studime pafund që fizioterapia e përgjithshme nuk e ka të njëjtin efekt siç e ka fizioterapia specifike. Dhe kur flas për fizioterapi specifike, duhet të futemi në gjëra më profesionale, të cilat nuk dua të lodh çdo që do na dëgjoj, por skolioza duhet analizuar në të treja planet. Dhe nëse ti e trajton në një plan siç është fizioterapia e përgjithshme, jemi duke prishur diçka tjetër, ose nuk jemi duke trajtuar skoliozën ashtu siç do donim ne. Ndërsa ushtrimet specifike janë të bazuar në të treja planet e trajtimit dhe mundohet të fokusohen tek realisht problemi që është dhe kanë një rezultat goxha të kënaqshëm për të ulur progresivitetin e skoliozës. Në momentin që deformimet janë të një faze të avancuar, janë korset, bustet korrigjuese, të cilat merren masat prodhohen dhe mbahen nga fëmijët ose personat me skoliozë deri në një moment të caktuar. Dhe e treta është kirurgjia, të cilat fatmirësisht kalon në kirurgji vetëm një masë shumë e vogël e pacientëve me skoliozë. Pra, sa më shpejt ta kapim, më shpejt kemi mundësi për ta trajtuar dhe kur unë them trajtim, për të gjithë ata të cilët merren me këtë gjë, kanë vetëm një synim. Mos të rriten gradat e skoliozës më shumë se ç'janë. Nuk flasim për trajtim që kolona duhet shkojë e drejt vizore, ashtu siç do donte çdo prind. Por nuk sillet në tillë mënyrë kolona dhe nuk e kemi atë aftësi që ne të shkojmë në grad apo në pamje vizuale të kënaqshme për syrin e prindit. Ne duam që kolona të jetë e devijuar sa më pak, që kur të arrihet pjekuria koccore të krijojë më pak probleme në cilësinë e jetesës më vonë. E qartë. Dhe sa mund të zgjasë trajtimi i rasteve, si në rast me fizioterapi, ose në rastin e busteve dhe në rastin e kirurgjisë? Do sa zgjasin secila? Kirurgjia është një specialitet me vete, cilët ka sens të flasin mjekët kirurg, të cilët merren me kolonën, por ka raste, ka hamendësime, ka mënyra trajtimit të cilët dëshirojnë të trajtojnë sa më shpejt me rastin kirurgjikale, pra edhe në moshë të vogël, ashtu siç ka raste të cilët pritet derisa të arrihet pjekuria koccore. Kjo është për sa i përket kirurgjisë dhe mënyrës se si mund të ndërhyjë një kirurg. Ndërsa qoftë nga ana fizioterapeutike, qoftë nga ana e trajtimit me korse, duhet kemi parasysh që dita 0 është dita në cilën ti e zbulon dhe merr një emërtim mbi deformimin që ke. Dhe dita e fundit është dita e arritjes së pjekurisë koccore, të cilat ky trajtimi në çështje kohe mund të jetë 3 vjet, mund të jetë 4 vjet, mund të jetë 2 vjet, mund të jetë 1 vit. Pra, mënyra e trajtimit për të arritur një farë rezultati arrihet deri në arritjen e pjekurisë koccore, sepse deri në atë pikë kolona është në zhvillim. Ti mund të arrish, po flasim në periudha kohore, kjo nuk do të thotë që ne do bëjmë fizioterapi 4 vite. Ashtu siç ka dhe pacientë që bëjnë 4 vite dhe 5 vite, pa asnjë problematike. Por duhet kuptojmë që kolona mund të arrijë deri në një farë pike, të cilën nuk e ka më të nevojshme pjesën fizioterapeutike, duhet të mirëmbahet me aktivitete fizike, duhet të jetë kontrolle her pas hershme me fizioterapistin, dhe për të ta qartësuar sa më shumë këtë gjë, do të them një rast i cili është jo më larg se para 2 javësh. Një djalë ishte në moshën 16 vjeç, në moshën 13 vjeçare ishte diagnostikuar me skoliozë. Dhe ishte trajtuar me korse. Ishte diagnostikuar me hiperkifozë torakale. Dhe ishte trajtuar me korse. Dhe më vjen i sugjeruar nga një koleg për të bërë një vlerësim skoliotik. Dhe djali kishte zhvilluar një skoliozë.
Dhe e kishte shumë vështirë që të më besonte në gjërat që unë i thosha që ti duhet të mbash korsen, sepse i thoshte unë kam mbajtur një korsen. Dhe arrita të shpjegoja që janë 2 diagnoza të ndryshme brenda të njëjtës kolon. Më përpara ti je trajtuar për hiperkifozën torakale, të cilën sot nuk e gjejmë më të shprehur në trupin tënd sepse korseja e ka bërë efektin e vet, por ndërkohë kolona jote ka zhvilluar në një plan tjetër, siç po thosha trajtohet ndryshe, në një plan tjetër ka zhvilluar një skoliozë, e cila ka sens të trajtohet deri edhe një vit e pak sa të ka arritur derisa të piqet kocka derisa të maturohet sistemi kockor, të cilët duhet trajtuar për sërimin korses. Sot ai djali ka vendosur korsen, jo para pak ditësh, dhe shpresojmë që të arrijë rezultatet siç ka arritur në pjesën e kifozës. Por kjo është një rast jo i veçuar. Kjo ndodh kudo, sepse mund të ndodhin deformime të cilat kanë 2 lakime, ashtu siç i shohim ne më shpesh në zonën torakale, në zonën lumbare, por ka skoliozë që kanë 3 lakime, mund të kenë në zonën cervikale, mund të kenë në zonën sakrale. Mund të kenë kifoskoliozë, mund të kenë humbje të lordozës lumbare. Pra, ka një pafundësi lakimesh jo normale të trupit të njeriu, të cilat mund të ndodhin me kalimin e kohës. Nëse ti je duke trajtuar për skoliozë dhe e quan deri diku të ezauruar trajtimin, po thjesht duhet ta mirëmbash ta shikosh sepse je 14 vjeç, ke edhe një 2 vjeçar përpara, gjatë këtij 2 vjeçari mund të zhvillosh një anomali tjetër. Dhe prandaj unë them që dita e fundit e trajtimit është arritja e pjekurisë koccore për shumicën e diagnozave. E qartë. Edhe rastet janë të ashtu siç mund të hedhim poshtë për sa i përket mitin e notit. Meqense pyetët e mitet. Që noti korrigjon skoliozën. Nuk ka asnjë lloj studimi serioz që noti mund të korrigjojë skoliozën. Po kur unë flas për korrigjim, flas nga ana profesionale dhe flas për korrigjim. Nuk flas për një pamje të bukur estetike. Noti është një ndër sportet më të mira të mundshme për sa i përket muskujve abdominal, pra trupit, muskujve pektoral, muskujve të shpinës, muskujve të vitheve, muskujve të kopshës, pafund. Ka aftësi dhe ndryshime të ndryshme mjaftueshëm të provuara nga noti, por nuk mundet që një person, sot është diskutimi i madh edhe nëpërmjet mjekësh. Nuk mundet dhe duhet me fakte të hidhet poshtë ky mit, sepse është një mendësi e gabuar që sot nga ortoped, nga reumatolog apo nga dhe specialitete të ndryshme i sugjerohen fëmijëve bërja e notit. Jemi duke i humbur kohën këtyre fëmijëve dhe kësaj familje për të trajtuar notin. Nuk mund të flasim për trajtim. Nëse flasim për trajtim, janë vetëm 3, dhe i folëm pak më parë, që është fizioterapia specifike, korseja dhe kirurgjia. Nëse flasim për një aktivitet fizik, mund të sugjerojmë notin me patjetër, ashtu siç mund të sugjerojmë çfarë do lloj aktiviteti fizik. Por do të them vetëm diçka, të cilën kushdo pas këtij podcasti apo kudo mund të ma hedhë poshtë si ide. Do shta ideja që mund të ndihmojë aktivitet fizik. Patjetër, por nuk po flasim për trajtim, po flasim për aktivitet fizik. Dhe aktivitet fizik nuk është trajtim. Patjetër. Ndihmon pafund sistemin muskuloskeletik. Nuk mundem fare ta mohoj këtë gjë. Jam i pari që i sugjeroj për aktivitet fizik. Mua më vijnë fëmijë të cilët i thon, më ka thënë doktori, sot ishte një gocë dentiste, kishte 3 vjet që nuk bënte aktivitet fizik sepse doktori kishte thënë mos bë aktivitet fizik, mos bë palestër, mos bë asgjë. Dhe ajo vajza kishte 3 vjet që nuk bënte asnjë lloj aktiviteti fizik. Për një skoliozë minimale. Edhe unë i thash, të lutem që nesër ti do regjistrohesh në aktivitet fizik. Bëj çfarë të doj kokra i shefit. Në gjuhën popullore sepse duhet të kanë mohuar të drejtën për të bërë aktivitet fizik. Dhe për të rikthyer te noti. Noti është një sport antigravitar. Ç'do të thotë për gjithë ata që na dëgjojnë? Sepse nuk është në gravitet trupi. Peshën e trupit e mban pjesa e ujit dhe nuk ka një peshë të caktuar. Skolioza definohet, bëhet grafia, diagnostikohet kur ne jemi në këmbë. Ne jemi në këmbë, pesha e gravitetit bie drejt në linjat e trupit dhe aty bëjmë dallimet ndërmjet asimetrive apo deformime të mëdha. Nuk mundet që ne jemi kur një sport antigravitar mund të korrigjoj një deformim që është në gravitet. Ishte më së qartë. Çdo lloj studimi që mund të jetë, nuk po flasim për trajtim, po flasim për përmirësime estetike, po flasim për forcim muskular, pafund. A ka ndodhur raste të cilat një fëmijë ka filluar notin që është 18 gradë, 17 gradë, dhe pasi ka filluar notin është më pak gradë? Patjetër që mund të ketë. Nuk e mohoj absolutisht, por duhet të kuptojmë një gjë,
që deformimet e kolonës në 80% e rasteve janë idiopatike pa një shkak dhe ne trajtojmë pasojën, nuk trajtojmë dot shkakun. Edhe në mos e ditur shkakun, patjetër që ky lloj sporti, siç noti, mund të ketë ndihmuar edhe në përmirësimin e kurbaturave pak më të larta. Dhe kjo mund të ketë ndodhur dhe mund të ketë fakte sa duash. Ashtu siç edhe njerëzit të cilët unë kam për zemër mund të hedhin ide të cilat gjimnastika mund të përmirësojë deformimin. Nuk mundem të futem në debate sepse flasim për gjëra profesionale dhe shumica gabojnë në momentin që diskutojnë korrigjimin sepse diagnostikën nuk e vendos dot as instruktori i notit dhe as personi i cili merret me gjimnastik, me karate, me judo apo me çfarë do lloj, me yoga apo me pilates, meqense janë disiplinat më in të momentit të cilat ndihmojnë pafund, jam nga ata të cilët i sugjeroj, por nuk mund të flasim dot për korrigjim, sepse ata nuk bëjnë dot as diagnostikën dhe as nuk e dinë mënyrën se si mund të trajtohet. Dhe këtu është shumë e kollaj të mbyllet diskutimi, sepse është e pamundur që diskutojmë. Por ata flasin për postura skoliotike dhe postura kifotike, të cilat ndryshon nga skolioza dhe kifoza. Dhe më bëj pyetjen tjetër nga ndryshojnë dhe unë pastaj do të përgjigjem se nuk të lash bësh asnjë pyetje. Për të kuptuar atë siç edhe ju tashmë e sqaruat, është kjo pjesa pse duhet dhe nuk duhet, siç edhe përsëri e tham, domethënë kjo pjesa. Prindri mund t'i bëjë të dyja. Mund të zgjedhë. Patjetër. Mund të ketë sugjerimin nga artisti siç edhe ju. Në momentin që vjen në një vizitë me fizioterapeut, gjithë kolegët e mi që merren me deformimet e kolonës, kemi të njëjtin synim. Dikush që merret me rehabilitimin e deformimeve të kolonës i thotë, "Të lutem, do më bësh trajtimin fizioterapeutik 3 herë në javë, 4 herë në javë, 2 herë në javë, në varësi se si ne bëjmë planin. Por fëmia duhet të punojë në shtëpi me ushtrimet që do të themi ne dhe duhet të bëjë një aktivitet fizik." Këto janë sugjerimet tona. Aktiviteti fizik ne duhet për të aktivizuar pjesën e muskulaturës. Dhe këtu un kam një tjetër mendim, kolegët e mi mund të kenë tjetër mendim. Ajo çka unë i them prindërve është aktiviteti fizik jo ai që i thua ti, ai që do fëmia. Jo ai që duhet, ai që do fëmia, sepse unë dua që fëmia të shkojë në aktivitet fizik, të kënaqet, të shpenzojë energji dhe të më aktivizojë pjesën e muskulaturës. Jo të shkojë në një aktivitet fizik që i ka thënë doktori dhe fëmia nuk do të shkojë. Dhe unë kur bëj këtë gjë, shoh fytyra fëmijës të qeshura dhe fytyra prindërsh të mërzitura. Sepse ne nuk po flasim për atë çka synon prindi të bëj fëmia, po flasim për një aktivitet fizik. Në momentin që ti mund të bën fizioterapin, i e lirë të bësh çfarë të duash. Patjetër që duhet. Ashtu siç ka dhe raste të cilat unë them, të lutem, stop. Kjo gjë nuk më bësh. Ashtu siç kam thënë personave, nuk do më bësh palestër. Sepse shoh fëmijë 15 vjeç që duan të bëjnë palestër. Këtë gjë nuk mund të arritë të pranoj. Po flasim për probleme të deformimit, Ose i kam sugjeruar, mund ta bësh, po të duhet të flasësh me instruktorin, më jep mua të flas me instruktorin, merr një program ushtrimesh dedikuar, nëse unë ty nuk ta mbush mendon që të bësh një aktivitet tjetër. Pra, gjithmonë i orientuar nga profesionisti. Patjetër, sepse kushdo që po flasim për këtë gjë, duhet kuptoj se si sillet kolona për të trajtuar ato ose radh parë mos të dëmtojmë. Është qartë. Kjo është më kryesorja madje. Ajo siç edhe ju folet tashmë do sqaruar gjithë gjëja, është rastet normalisht që mund të janë rritur dhe sipas eksperiencës suaj, si e shikoni këtë, është një rritje e rasteve apo një rritje nga kërkesat që të gjithë kërkojnë për të trajtuar? Si e shikoni ju këtë? Nuk më duket që janë rritur rastet, më duket që është rritur informacioni. Edhe është rritur hapësira për të trajtuar. Se më parë nuk është se ka pasur kaq shumë hapësirë dhe njerëzit kanë qenë të fokusuar. Le të themi që shkollat e trajtimit fizioterapeutik për sa i përket deformimeve nuk kanë më shumë se 15-20 vite të cilat kanë dalë. Më parë ka qenë një mendësi shumë e vjetër, wait and see. Pra, shohim deformimin kolon, presim se si do shkojë. Edhe pastaj kalojmë kirurgji. Kështu ka qenë. Kirurgët në Amerikë apo personat cilat merresh me këtë gjë kanë pasur jashtëzakonisht shumë vështirë ta pranojnë korsen. Edhe sot e kësaj dite ka nga ata që nuk e pranojnë atë korsen. Derisa kanë dalë studime, sepse i thoshën vetëm kirurgjia. Ka pasur të tregoj historira dhe ke historira të dokumentuara pafund, të cilat ka qenë vetëm mendësia wait and see. Ka kohë që kjo mendësi ka dalë, ka shkolla trajtimi të vërtetuara me mjaftueshëm rezultate të mira dhe kanë arritur të madje ka shoqata të bashkuara ndërmjet fizioterapistëve dhe mjekëve, të cilët janë të gjithë për trajtimin e kolonës. Kështu që deri në momentin që sot janë të vërtetuara shumica e gjërave,
nuk ka arsye pse nuk duhet i pranojmë ne. Por këtu është shumë e vështirë të pranohen ndryshimet dhe kemi gjithmonë fijen e mosbesimit. Por ajo çka duhet t'i shpjegohet prindërit është që jemi të gjithë në luftë për ta trajtuar këtë gjë. Askush nga fizioterapistët, mjekët, teknikët, ortoped nuk të donte që pacienti të kishte rezultate të këqija. Nuk ka sens. Kështu që në këtë mënyrë duhet një bashkëveprim shumë i madh dhe në të gjitha trajnimet që ne shkojmë apo të gjitha konferencat që ne bëjmë, flitet për një ekip multidisiplinar ku është dhe psikologu. Sepse një fëmijë i cili do marrë korsen mund ta vuajë nga ana psikologjike. Nuk dëshirojnë ta mbajnë në orar. Kuptoj që një fëmijë që do marrë korsen shkon nga 16 orë deri në 22 orë. Dhe ai do bëj gjumin me atë, do shkojnë në shkollë, do shprivuar nga disa lloje aktivitetesh, ka vështirësi të dalë me bashkëmoshatarët. Pra, psikologu bën një rol goxha të madhe në momentin që fëmia nuk ka dëshirë ta vendosi, ose ti e bën investimin, bën sakrificën e vendosurit të korses, por nuk plotson orët që thot mjeku. Dhe këtu përsëri është psikologu bashkë me prindin i cili ndërhyn. Është mjeku ortoped i cili mund të bëjë diagnostikimin dhe trajtimin kirurgjikal, është tekniku ortoped i cili bën korsen, dhe është fizioterapisti bashkë me familjen, të cilët ndihmojnë në rrugët që duhet dhe në kohët të cilët duhen vepruar. E qartë. Rastet më të shumta që po flasim për rrethet, jo vetëm për Tiranën, se duke qenë se Tirana është dhe ka profesionist, pjesa e rretheve nuk e di sa të informuar ose sa informacion ose kontakte mund të keni me pjesën e rretheve, si funksionon? Ka shumë pacientë që vinë nga Tirana, nga rrethet në Tiranë, edhe qoftë edhe për një herë në javë ose për 2 herë në javë të trajtimit, por ka qytete, ka kolegë të cilët janë në përrrethe që kanë mbaruar trajnimet e zhvillojnë aktivitetin e tyre në përqytete. Ka, nuk është se s'ka, por patjetër që mungesa e informacionit ose gjithmonë ai skepticizmi që në Tiranë do gjejë një trajtim më të mirë. Durrësi ka fizioterapistë shumë të mirë. Në Fierer janë 2-3 fizioterapistë shumë të mirë. Në Shkodër gjithashtu ka fizioterapistë shumë të mirë për sa i përket deformimit të kolonës. Pra, një pjesë e madhe, unë përmenda disa qytete të cilat kanë qytete të tjera rreth rrotull dhe mund të trajtohen. Nuk mund të flas dot për Sarandën e Gjirokastës që janë dhe larg, nga më shpejt kollaj shkojnë në Greqi sesa në Tiranë, por që le të themi që shumica e qyteteve zgjedhin që të vinë një herë apo 2 herë në javë në Tiranë, por që mund të trajtohen edhe në përrethë ose në një bashkëpunim ndërmjet kolegësh të cilët ne e ndjekim në distancë. Qartë, është edhe pjesa e keq informimit, siç edhe problematikën ne e kemi me mjekët në përrethë, sesa me fizioterapistët. Ndërmjet fizioterapistëve ne merremi vesh shumë mirë ndërmjet pacientëve të cilët i ndihmojmë duke i çuar nga njëri koleg te tjetri varësisht të afërsisë apo zonës gjeografike që ka. Edhe në Tiranë është shumë e vështirë të ndjekësh fizioterapistin, sepse jeta është bërë shumë dinamike. Dhe ti nuk e ke luksin e kohës që të zgjedhësh një fizioterapist, shkosh nga një cep i Tiranës në cepin tjetër për shkak të trafikut të kohës së gjitha. Kështu që mundohesh që të zgjedhësh atë cilën ke më afër ndonjëherë. Ktu mund të gabohet, sepse unë në rrjetet e mia sociale kam bërë ca shprehje të tipit zgjidhe fizioterapistin se nuk po shkon te marketi lagjes, por patjetër që ka sens të informohesh te kush po shkon, jo sepse ti e ke më afër atë gjë. Por në momentin që ne njohim njëri tjetrin se kush është në atë zonë, sugjerojmë pacientëve që shkoj të vish në këtë zonë sepse afër shtëpisë ke patjetër të ke diçka tjetër. Patjetër, por ne problemi si thash e kemi me mjekët të cilët nuk e sugjerojnë ose është ajo shprehje që unë thash. Bëj disa seanca not. Qartë. Përveç skoliozës, që tashmë mendoj që ishte një informacion shumë i gjatë dhe i vlefshëm për të gjithë ata që do e shikojnë këtë video, problemet e të ecurit tek fëmijët, të kalojmë. Ka shumë probleme të ecurit, të cilat keq diagnostikohen. Këtu kemi nevojën me patjetër të mjekut ortoped. Është një fatkeqësi që ne nuk kemi shumë mjek të specializuar në fushën pediatrike, por ata cilët janë ortoped me shumë vite eksperiencë trajtojnë edhe tilla raste. Por edhe fusha e problemeve të shkelurit, të ecrave, gjymtyreve apo ekstremiteteve të poshtme është një fushë e cila meriton vëmendje të veçantë. Ka problematika tek fëmijët, që nga keqmështetja, të cilat problematikat fillojnë me dystabanin e famshëm që ne njohim, por nuk është vetëm ai. Kemi fëmijë të cilët ecin me të gishtatave, kemi fëmijë të cilët kanë harkun më shumë se ç'duhet, pra 5 kavus, të cilët ecin
nëse dy stabane I fut këmbët nga brenda dhe shikon që edhe atletët fillojnë të prishin, ai I cili ka harkun më shumë se ç'duhet shkel nga mënyrën e jashtme. Kemi problematika të gjunjëve, të cilët mund të jenë gjunjë të bashkuar genovalgum ose gjunjët në formë oje dhe në formë miksi, genovarm dhe genovalgum. Ashtu siç kemi edhe problematika të cilat mund të jenë pasojë edhe të një skolioze lumbare. Që do të thotë, ne shpeshherë kemi hasim me idenë që ne kemi njërin këmbë më të shkurtër se sa tjetra. Kjo mund të jetë ose si një problem I muskulaturës, ose si një problem I skolioze lumbare, sepse skolioza është dhe rotacion I vertebrës dhe duke u rrotulluar vertebrat me njëra tjetër marrin pjesë të legenit pak më sipër se ajo. Dhe kjo gjë vërtetohet shumë kollaj nëpërmjet testeve të thjeshta që ne bëjmë, por edhe nëpërmjet grafisë e cila I vë emrin, diagnozën apo mënyrën e trajtimit. Dhe kjo gjë është e keq interpretuar për mënyrën e trajtimit më pas dhe ne zbulojmë jo më larg se sot kam zbuluar një doktor I cili ishte mjek, kishte një problematik, ishte trajtuar të shumë kolegë të tij dhe më thashë të lutem, do më bësh një grafi sepse shoh që ke gati 5-6 mm diferencë me njëra tjetrën. Tha e kam dyshuar gjithmonë, tha. Bëri grafinë dhe zbuluam që kishte një skoliozë lumbare, e cila kishte sjell këtë diferencën e vogël. Por nuk është se kishte diferencë ndërmjet gjymtyrëve, dhe e cila u dallua shumë kollaj nga grafitë që bëri. Pra, meriton një vëmendje të veçantë për të trajtuar ashtu siç duhet në kohën e dur, sepse çdo lloj problematike e shputës mund të pasojë zinxhir deri në problematikat e posturës dhe të deformimit. Problem tjetër është që çdo person I cili është me deformim të kolonës ka probleme me gjymtyrët e poshtme. Sepse duke pasur deformim të kolonës, gjithë trupi anohet nga njëra anë, andaj nga është deformimi më I madh. Edhe duke pasuar peshën e gravitetit më shumë te njëra këmbë se sa te këmba tjetër, mund të fillojnë problematika të ndryshme. Ashtu siç edhe çdo problem I shputës dhe I keqshkeljes mund të pasojë zinxhir deri në problematika të kolonës. Prandaj ka nevojë të kapen shpejt dhe të trajtohen shpejt. Mosha më e hershme që ju keni Nuk po flasim për probleme të lindura, siç mund të jetë pesë equinovarusi, I cili trajtohet direkt me gips, siç mund të jenë displazitë zhvillimore të këllkut, të cilat kapen që në lindje dhe trajtohen nga ortopedët me shumë sukses. Këtu un kam punuar në spitalin e traumës dhe di shumë mirë aftësinë e mjekëve për të tilla raste. Por po flasim për raste të cilat kanë merakun se kur fëmia ngrihet në këmbë dhe nëse lindja ka qenë fëmia do gjej kohën e vet kur të ndihet I sigurt, të gjej terrenin për të ngritur në këmbë, nuk është se ka një patjetër. Le të themi që pas moshës 5 vjeç mund të bëhet një konsult e detajuar mbi problematikat. Por kjo nuk duhet neglizhuar fëmijët e cilët pas moshës 3 vjeç. Zakonisht unë I them prindërve që mos vinë deri në klinik, them sillni një video në WhatsApp për të dalluar diçka dhe po të heq gjithë sikletin apo mendimet dhe rrugën edhe ardhjes, sepse do të vish për të thënë të njëjtat fjalë që do të them telefon, që do ta shtym pak më vonë pjesën e vizitës. Ka fëmijë të cilët ka sens të shikohen pas moshës 3 vjeç, të cilët problemet e shputës mund të trajtohen me plantare, shtroje ortopedike të personalizuara apo me kputuc të personalizuara. Por të tilla raste kisha qef të trajtoheshin pas moshës 5 vjeç, ato që e kanë të nevojshme do trajtohen edhe më herët, ashtu siç pas moshës 2 vjeç e gjys 3 vjeç mund të kemi raste të cilat kanë nevojë për pak trajtim fizioterapeutik, sepse mund t'i mësojnë ose më saktë edukues zhvillimi, ti mësosh prindërve se si duhet të bëjnë në shtëpi për disa mënyra të vogla, qoftë masazhimit pulsit për persona të cilat ecin me të gishtave. Ndërkohë mund të zhvillohet, mund të bëhen trajtime të specializuara me terapi, siç mund të jetë një ndër terapitë që unë përdor më shumë është terapia podoposturale, në cilat lidh shumë mirë edhe pjesën e shputës me pjesën e kolonës, që trajton në të njëjtën kohë edhe mënyrën se si ti qëndron, por edhe mënyrën se si ti mund të shkelesh e mund të hecësh. Pra, në varësi të moshës, por le të themi pas moshës 3 vjeç mund të bëhet një konsult, pas moshës 5 vjeç duhet ta bëjmë një konsult. Ajo që ju thatë sugjeroj ose shikoj të arsyeshme pas moshës 5 vjeç përdorimi këpucëve ose pjesa e plantareve. Po, cila është arsyeja? Se po mund të shikojmë në rrugë, kemi parë rastësisht fëmijë shumë të vegjël që I përdorin ose
Pse Të nuk sugjeroni? të gjithë fëmijët lindin dy staban. Dhe me kalimin e kohës zhvillohet pjesa e harkut të këmbës, zhvillohet sistemi kockor, bëhet më solide dhe pastaj dallojmë vërtet nëse kemi një anomali të shputës apo nuk kemi një anomali të shputës. Më përpara duhet jemi të detyruar që ne ta vendosim, pra është një egzagerim i një pes planus valgus, pra kur këmbët e fëmijës futen nga brenda që pas moshës 3 vjeç dhe kjo gjë është e dukshme dhe nuk ka sens të pritet pas moshës 5 vjeç. Dhe duhen përdor gjëra më rigide siç janë ortezat ose këpucët ortopedike. Ndërsa fëmijët të cilët kanë një zhvillim normal, nuk kanë kohën për dhimbje, nuk kanë kohën për çalim, nuk kanë kohën për mungesë aktiviteti, mund të pritet shumë kollaj deri në moshën 5-6 vjeç. Cilat janë diagnozat të cilat mund të jenë shoqëruese të këtyre problematikave në të ecur? Atëherë, ka nga ato të cilët mund të quhen të trashëguara, siç folëm pak më parë që mund të jenë problematika të ndryshme dhe muskuloskeletike deri diku të zgjidhshme, pa krijuar probleme të tjera. Por janë dhe ato që mund të quajmë të lindura ose si pasojë një diagnoze tjetër. Më e përhapur është paraliza cerebrale spastike, e cila si pasojë e paralizës që bie, kemi një spazëm të madh të pjesa muskulaturës, një mos furnizim të mirë edhe të perceptimit nervor, lëvizja nga ana motorike nuk bëhet ashtu siç duhet dhe është e nevojshme fizioterapia me patjetër, me fizioterapistët që edhe në këtë fushë janë të dedikuar ndaj fëmijëve me probleme zhvillimore dhe nuk mund ta bëj dot kushdo. Unë nuk jam një nga ata dhe i sugjeroj nëpërmjet kolegëve. Ashtu do të bëjnë dhe shumica e kolegëve, ka sens. Ashtu siç janë dhe problemet të cilat mund të jenë nga një malformim që në lindje, të cilat mund të sjellin pasoja të tipit fëmijë të cilët mund të kenë mbajtur jastëk në lindje si pasojë problemeve të displazisë zhvillimore të këllkut, fëmijë të cilët mund të kenë mbajtur mund të kenë qenë binjak apo trinjak. Pra, po flasim për raste të cilat në një moshë të mëvonshme mund shikohet që mund të kenë një lloj problematike dhe nuk e kanë pas ditur kurrë që mund të kenë një lloj problematike. Ashtu siç janë dhe raste siç thash neurologjike që duken që në fillim që kanë një anësi më pak të zhvilluar se sa tjetra. Këto janë pak a shumë problemet më të shprehura. Po problematika që mund të vinë nga dëmtimet ose trauma që mund të ndodhin gjatë jetës. Ka traumat, politraumat, aksidentet, rrëzimet të cilat mund të ndodhen në një frakturë, e cila ashtu siç shumica e kirurgëve nuk kanë qejf të ndërhyjnë në mosha të vogla dhe mundohet të bëhet në mënyrë konservative nëpërmjet gipsit apo ortezave të ndryshme, sepse kocka është e njohur, mund të ngjisë vet, mund të ngeli në një problem estetik në ngjitjen kockore, po gjithkusht në anën e mjekësisë flet nga ana funksionale, nuk flasim për estetik. Dhe të tilla raste mund të sjellin pasoja më mbrapa, ndërsa rastet të cilat nuk janë trajtuar në mënyrë konservative mund të jenë bërë kirurgji, përsëritë ato mund të sjellin problematika në humbjen e tonusit muskular, në diferencat në asimetri të vogla, në vonesë të zhvillimit. Pastaj ka edhe raste të rralla, siç mund që të lindura që njëri fëmijë ka të lind pa një kockë, pra hemifibula, fëmijë të cilët si pasojë e problemeve diabetike apo qarkullimit gjakut mund të kenë ndodhur që të bëjnë amputime që në vogëli, po flasim në raste shumë të egzageruara tani. Dhe unë i kam pasur këto raste, madje kam një fëmijë të cilën mund ka ngelë në mendje, të cilët për një arsye të një problemi të lindjes kishte bërë amputim dhe hapat e para i ka bërë me protezë. Zhvendosur një protezë tek artificiale, tek gjymtyra që mungonte dhe i hapat e para i ka bërë me protezë. Pra, ke raste nga më të ndryshme, po më të shprehura janë ato me probleme neurologjike. Qartë. Po në rastin nëse prindrit janë të shqetësuar që fëmia im nuk po ecën për shembull në bazë të moshës, çfarë mund të sugjeroni ju si profesionist për të hequr ato merakun, sepse normalisht siç e nisëm edhe me keq informimin ose shikojmë video në Instagram apo
kudo në rrjetet sociale është ajo pjesa që arriti këtë moshë dhe nuk po ecën ose fëmia tjetër ka ecur me fëmia I parë më herët. Gabimet është kjo që sapo theti tani. Gabimet janë që ne I krahasojmë me nipin, me mbesën, me komshin, apo dhe komshin nipi mbesa fillojnë po fëmia im ka ecur më parë, në këtë moshë çuni ishte çuar, në këtë moshë goca. Dhe të tilla raste nuk është se ka ndonjë suport psikologjik për prindin, cilët po e vuan faktin edhe në heshtje, por duhet të dëgjojmë vetëm profesionistët. Duhet shkojnë tek neuropediatri, duhet shkojnë te pediatri, duhet shkojnë te një fizioterapist që merret vetëm me fëmijët për të kuptuar më shumë I problematikat nëse fëmia tyre ka një problem zhvillimi apo nuk ka një problem zhvillimi. Krahasimi nuk I bën kurrë asnjëherë mirë personit të cilët e vuan. Patjetër që mund të marrë informacion edhe nga eksperiencat e tjerëve, por nuk e let qetë. Dhe ai prind ta kesh qartë që do vete ty, do vite unë, do shkoj edhe në 4-5 vende të tjera, edhe në këtë mënyrë merr edhe informacione të gabuara. Sepse mund të qelloj që të shkoj te një jo profesionist. Dhe unë shpeshherë kushdo që vjen në klinikë them, kush të ka sugjeruar filani, them, ma di emrin, e di se ku po vjen, të lutem, pasi dalësh në klinikë duhet të kesh qartë se ku ke shkuar. Sepse unë kur I pyes ku ke shkuar, nuk më thon asnjë emër, nuk e din se çfarë terapie kanë bërë. Dhe unë I them, më thuaj çfarë zone ke qenë, çfarë mjeku ke qenë, sepse ja gjej vetë emrin për të kuptuar se çfarë vizite ka bërë. Dhe unë nuk do doja që personat të cilët më drejtohen mua mos të dinë se ku kanë qenë, me të mirat dhe me të këqijat e mia. Por ka sens që të marrin vesh se ku po shkojnë, nëse ai fëmijë ose duhet të pyesin personat e fushës mjekësisë që njohin që të drejtojnë te një specialist që merret me atë lloj problematike. Mund ka rastisur pafund prindësh të cilët janë problem mënyra të ecurit apo ecjen me vonesë. I them, nëse unë marr vesh që ti ke shkuar dhe vende të tjera mos më hajde më. Pra, presionet të vogla, të mira për ta bindur prindin që je vetëm duke e stresuar këtë fëmijë. Jo, unë I besoj fort faktit që I them shpeshherë prindërve, mos bëni vizita për të hequr ju me raqet tuaja nëse një profesionist I fushës ju ka thënë diçka. Apo dhe I dyti ju ka thënë të njëjtën gjë, sepse dashur pa dashur e pohojnë që e dija këtë gjë, ma tha doktori. Sepse fëmia në këtë derisa është I vogël, ndoshta nuk kupton gjë, por duke bërë vizita të shpeshta, ndoshta nuk e ndjen veten shumë mirë, mund ndihet në presion, nuk pranon më. Dhe atëherë kur neve do na duhet vërtet të bëjmë edhe të na ndjeki, ky fëmijë nuk do na ndjeki më, nuk do vi më, do rritet dhe do arrit të kuptojë më shumë. Kështu që ndoshta fëmin jemi duke e dëmtuar pa e kuptuar, vetëm për të marrë një informacion I cilin ti e ke marrë informacionin disa herë, por nuk e pranon ti si prind. Dhe të mos pranimit si prind është një gjë që të rëndon ty psikologjikisht, por në të njëjtën mënyrë ja transmeton dhe fëmijës. E qartë. Nisur nga përsëri pjesa e keq informimit, pjesa kur do eci, si do eci, është edhe një fenomen që ta thuash ose shumë prit janë shqetësuar, ecje fëmijëve në majtë të gishtrërinjve. Çfarë është kjo nga fusha juaj? Atëherë, mund të ndodhen problematika që në lindje, si pasojë e muskujve, të cilët mund të jenë më të kontraktuar dhe ka nevojë për terapi. Rrallë ndodh, por ndodh. Mund të jenë raste të cilat zakonisht janë me natyrë neurologjike, siç e thash pak më parë, paraliza cerebrale spastike apo dhe diagnoza tjera. Dhe mua kur më vin tilla raste I them, a ke bërë një vizitë me neuropediatrin më parë apo me pediatrin më parë apo ke bërë një ekzaminim imazherik për të kuptuar, sepse mund të ketë një natyrë të fshehur të fëmijës ose një diagnozë tjetër të cilët na e sjell këtë gjë. Edhe në momentin që ne kemi një zhvillim motor shumë të mirë, pa asnjë problematike, edhe konjektiv, ngelim tek rasti më I shpesh që më ndodh me tilla raste që le të themi përkëdhelja e tepruar, mos kujdesja në momentin e dur, mos ndërhyrja në momentin e dur, mund të japin çfarë lloj termi kësaj gjë, por nuk është I rrezikshëm. Deri në moshën 3-4 vjeç, 5 vjeç, fëmia nuk ka një natyrë problematike. Nëse nuk kemi këto rrethanat e tjera që folëm, nëse deri në atë moment nuk kemi asnjë lloj gjëje tjetër të shfaqur, dhe fëmia në momentin që ne
i japim komandën që të eci mirë duke e mbështetur themrën, ai e mbështet, nuk është një problem që duhet shqetësuar. Nëse fëmia ka një spasticitet, ka një vështirësi në uljen e themrës, edhe në momentin që ti e mobilizon, pra në momentin që ti dëshiron të bësh lëvizjen me dorë dhe e shikon që ka një tkurrje më shumë nga njëra anë se tjetra, por është vështirë që të bëhet lëvizja plot e shputës, atëherë është një problem i cili duhet trajtuar sa më herët të jetë mundur nga ana fizioterapeutike dhe nga fusha e ortoprotetikës nëpërmjet ortezave AFO. Sepse duhet që të krijohet një farë zgjatje e muskujve dhe tendinave, të cilat të bëhet artikulimi i këmbës ashtu siç duhet, sa më shpejt të jetë mundur, se ndryshe përfundojnë deri në kirurgji ortopedike. Por të tilla raste, siç thash, e marrin komandën dhe mbështesin themrën deri në moshën 6-7 vjeç maksimumi. Nuk është një rast i cili duhet nuk duhet nga problem në zakon që fëmijët. Nuk duhet pasur një problem shumë i madh te fëmijët, por patjetër duhet i folur, duhet trajtuar nga ana fizioterapeutike më së shumë me këshilla dhe me metoda dhe me ushtrime të cilat duhet i japen fëmijës në formë lëra që ata të zbatojnë dhe ti ndihmojmë që ata ta shkelin sa më mirë, sepse ata nuk arrin ta kuptojnë, e bëjnë në mënyrë të pavullnetshme. Pra kur e marrin komandën në mënyrë të vullnetshme, e mbështesin këmbën, por në mënyrë të pavullnetshme fillojnë të ecin përsëri ashtu, sepse ashtu ndihen më komod, ashtu janë mësuar, nuk e kanë mbështetur, ashtu ndihen më të sigurt. Por pas kësaj moshe vërtet mund të bëhet problem kthimi i lëvizjes, sepse duke ecur në një përqindje më të madhe të kohës me gishta në majtë të gishtave, siç thash, grupi i muskujve mbrapa dhe i tendinave ka filluar të pasojë një retraksion, pra një shkurtim, të cilit do jetë nevojshëm përsëri, qoftë ndërhyrje fizioterapeutike profesionale, qoftë orteza, ndoshta shkon edhe drejt kirurgjisë. Por ka sens të pritet, ka sens të kuptohet nëse jemi para një fakti ku fëmia do kohën e vet për ta mbështetur ashtu siç duhet, apo para një fakti që fëmia ka një problem i cili nuk po na shfaqet dhe duhet bërë një vizitë. Ka patur raste të tilla që kanë ardhur pranë klinikës suaj me të tillë shqetësim? Çdo javë. Shumica janë të asaj natyre që folën pak më parë, që fëmia do kohën e vet për ta mbështetur këmbën dhe duhet të sigurojmë prindrit që prindrit duhet punojnë shumë shtëpi, se nuk janë natyra fizioterapeutike, pra ti mund të shkosh një herë, 2 herë në klinikë gjatë javës, por pjesë tjetër duhet bërë në shtëpi. Pra është një punë shtëpiake nga fëmia dhe nga prindi. Ndërsa ka ashtu siç ka pasur raste të cilat kanë qenë të keq diagnostikuar ose më saktë me një diagnozë e cila nuk është vërtetuar, por vuajnë nga diçka tjetër, e cila pastaj humbin rrugës, po e shpreh në tillë mënyrë të cilën nuk e di se çfarë mund të jetë bërë më mbrapa, por që shumica e rasteve shoh që kanë bërë vizitat e gabuara. Dhe jam munduar t'i orientoj drejt mjekëve specialistë, të cilët më mirë dhe ne në fushën e mjekësisë ne duhet të hulumtojmë në shumë drejtime për të përjashtuar dhe pastaj për të konfirmuar diagnozën. Pra ti mund të bësh edhe ekzaminime radiologjike, thjesht vetëm për të përjashtuar. Dhe ti po konfirmon atë çka ty të shfaqur nga simptomat, por ose nga gjendja fizike e testeve fizike që ti ke bërë, apo e çfarë lloj veprimi që mund të bëjë mjeku në atë moment, por të duhen dhe imazhet për të konfirmuar nëse kemi të bëjmë me diçka më shumë se ajo që shohim, apo thjesht që shohim. Por në rastin e fëmijëve që kanë në pamje të parë duken mungesë koordinimi, ajo pjesa sikur po rrëzohen, edhe mund të jem 4-5 vjeç. Në raste të tilla, domethënë ajo pjesa sikur në të ecur si në formë vrapi dhe me duart e hapura, krahët e hapura. Ajo që unë shoh sot shumë të fëmijët është kjo që sapo thot ju, mungesë koordinimi dhe balance. Fëmijët kanë një mungesë aktiviteti ose prindit janë të fokusuar që ne e çojmë në not, ne e çojmë në basketbol, ne e çojmë në futboll. Të çuarit vetëm në një disiplinë zhvillon vetëm njërin aspekt, por nuk merret me pjesën motorike fine apo gjërave të balancës dhe të koordinimit që fëmijët do t'i mësojnë rrugës. Por unë shoh pafund fëmijë të cilët kanë mungesë koordinimi, mungesë balance, kanë vështirësi të qëndrojnë me njërin këmbë, kanë vështirësi të ecin në majtë të gishtave, kanë vështirësi të bëjnë veprime koordinim dorë-këmbë, të cilat ndoshta brezi im edhe më parë këto gjëra i zhvillonim në natyrë. Ata janë më të prirur ndaj gjërave të një ambienti të mbyllur ose të lojrave teknologjike të cilat nuk i lënë të zhvillohen. Ka mjaft lojra zhvillimore të cilat mund të bëhen bashkë me prindin në shtëpi,
edhe me mjete rrethanore pa shpenzuar asnjë qindark, por këto gjëra duhen drejtuar nga një fizioterapist që t'ia thot prindërve që duhet bërë. Ka prindër të cilët nuk e pranojnë dhe ne jemi detyruar t'i themi, ok, nuk do t'i them fëmijës të bëj 1, 2, 3, 4 gjëra dhe ju shikojeni. Dhe ti i thua fëmijës të bëj 1, 2, 3, 4 gjëra dhe prindi ngel me gojë, jo, po këtë nuk e dija, këtë nuk e kisha kuptuar. Pra, janë shumë teste të vogla të cilat mund të bëhen me fëmijët dhe mund të ndryshojnë shumë shpejt, por duhet dhënë koha. Nuk mund të hashi natë pse fëmia jot nuk po e bën këtë gjë. Fëmia jot është i shëndetshëm, por sa më shpejt të arrijë të koordinohet, më perfekt do jetë edhe në disiplina të tjera. Dhe unë zakonisht prindërve i them, ndryshoni disiplinat. Lëreni fëmijën të bëj gjimnastikën, të bëj aerobin, të bëj kërcimin, të bëj basketbollin, të bëj futbollin, të bëj notin. Pra, brenda një moshe të caktuar le të ketë eksperimentuar zakonisht shumë disiplina por asgjëra në këto nuk e zëvendëson pjesën terapeutike. Nëse dikush ka nevojë për një pjesë terapeutike, do bëj pjesën terapeutike bashkë me këto. E qartë, por nëse nuk ndërhyret në raste të tilla, si mund të jetë prognoza e të tilla raste? Ecuria e tilla raste mund të kemi një asimetri të kolonës. Kalon në problematikë. Posturë. Edhe këtu ne nuk e bëjmë që parë diferencimin ndërmjet posturës dhe deformimit. Postura është mënyra jone e qëndrimit, të cilën mund të na duket sikur kemi të bëjmë me një skolioz, por ndërkohë në testet që ne bëjmë nuk paraqitet skolioz, apo në radiografi që ne bëjmë nuk paraqitet skolioz. Janë posturat të fituara me kalimin e kohës në varësi të veprimeve që ne bëjmë, qëndrimi në bank, qëndrimi çanta, këto që futemi te pjesa e miteve që shkaktojnë skolioz, por nuk shkaktojnë ato skolioz në asnjë lloj mënyre, nuk shkaktojnë ato skolioz, ato shkaktojnë postura skoliotike dhe studimet tregojnë që fëmijët kanë mungesë aktiviteti, jo sepse janë çantat e rënda. Çantat janë të rënda. Stop, pik. Këtë nuk e kam studiuar, kam vajtur nëpër klasa, me televizione, me peshore në dorë, i kam parë gjitha. Nuk e mohoj që janë më të rënda. Pesha të cilat një fëmijë duhet mbajtë është 10 deri në 15% peshës trupore. Mbi këtë peshë quhet e rëndë. Por shumica e studime thonë që ne kemi mungesë të aktivitetit. Pra, nëse një fëmijë merret me aktivitet, ai është në gjendje ta përballojë një peshë. Edhe pak më e madhe si thuhet. Nëse ai nuk merret me aktivitet, e ka vështirësi ta mbajë këtë peshë, edhe pastaj kalojmë në asimetri të kolonës. Pra, janë disa gjëra që sjellin gjëra të tjera rrugës. Nëse ne kemi mungesë të koordinimit të balancës, kemi mungesë të zhvillimit të lëvizjeve, të aftësive tona. Ti mund të kesh një zhvillim shumë të mirë, por kemi mungesë të zhvillimit të aftësive të ndryshme më pas. Ju si fizioterapist, cila mund të po flasim për pjesën fizike përsëri, cila mund të jetë dita ideale e një fëmie për trupin, për fizikun e një fëmie? Qa mund të bëj? Kjo nuk më kishte shkuar ndonjëherë në mendje. Ndoshta një sugjerim për prindrit, si mund të aktivizojnë ata një fëmijë që mos të kemi në të ardhmen. Se këtu më preken çik ti mua se nëse unë mendoj për fëmijët e tjerë, mendoj si për fëmijët e mi, të cilët janë të vegjël dhe janë fiks në atë moshën cilën duan për kujdesje, vëmendje dhe prezencë. Atë kohën cilësore. Dhe patjetër. Jeta e Tiranës, se ti folet që këtë për rrethet, është dinamike, shumë dinamike dhe ti ndonjëherë e ke të vështirë. Sa unë ndonjëherë gjendem para faktit që gjithë prindërve i them duhet bësh aktivitet, duhet ta shoqërosh është momenti. Por ndërkohë pastaj them, okay. Është ora 8 e darkës dhe unë akoma s'kam shumë në shtëpi. Po këta fëmijët e mi kush do të çojnë aktivitet? Dhe shumë pyetje që lindin në tillë mënyrë bashkëbisedimi me raste të cilat mua më vijnë. Patjetër që shkolla përbën pjesën më të madhe ditës të fëmijës. Duhet mësuar të vishet, të zhvishet, të lidhë atletet, të mbaj çantën vet. Në cilën moshë duhet të filloj ti? Po le të themi pas moshës 5 apo 6 vjeç duhet të edukohet që këto gjëra t'i bëj shumë shpejt. Pjesë autonomisë. Të bëj higjienën personale vet, sepse këto gjëra mësohen që në kohë parashkollor, patjetër, dhe ajo luan një rol shumë të rëndësishëm, por prindi duhet të jetë shumë i vëmendshëm që ta shohë fëmijën dhe duhet t'i bëj zakon. Dhe për t'i bërë zakon duhet t'i bëj bashkë me fëmijën. Në të njëjtën kohë për t'i bërë të lajnë dhëmët bashkë, të lajnë fytyrën bashkë, të vishen bashkë, të lidhen atletet bashkë dhe bërja e aktivitetet brenda shtëpisë për ta hequr nga tabletet, smartphone-a, televizori
ka ushtrime shumë të vogla koordinimi e balance. Në tip garash, qëndrimi me një këmbë sekonda, qëndrimi me një këmbë së mbyllur, shalë për kulje, qëndrimi pas murit. Pra, ka pafund sot teknologjia të ndihmon që të bësh shumë aktivitete. Dhe minimalisht 2 herë në javë, në varësi të moshës, mund të aktivizohen edhe me aktivitete sportive të tjera. Por brenda shtëpisë 10 deri në 15 minuta gjatë ditës do ishin shumë të nevojshëm për të kaluar një kohë cilësore edhe për të parë se si zhvillohet fëmia. Faleminderit. Nuk e di nëse keni ndonjë mesazh të fundit. Jo, besoj se kemi dhënë mjaftueshëm mesazhe sot. Nuk është asnjëherë mjaft për të folur për fëmijët, por do bëhemi përsëritjes të gjërave, duke folur a priori për shumë raste, dhe duke mos pasur gjëra konkrete për t'i folur. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm te cilët mjek ku ne drejtohemi dhe për të marrë informacionet e duhur. Dhe patjetër duhet t'i besojmë pak më tepër bluzës së bardhë në momentin që ata na thonë edhe na sugjerojnë diçka. Faleminderit që ishi pjesë e këtij. Faleminderit për temat që zhvilloni. Faleminderit juve. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.